thua për të offside-et. Po do ndalin pastaj kjo. Deri kur vi momenti aty, do ta filloj me kampionatet që ka ndodhur dhe një fitore që mua më bëri shumë përshtypje nga Premier Liga. Në Angli Arsenali mban vendin e parë me një fitore 2-1. Po. Fitore 2-1 që nuk ka bërë asnjë gol. Vetëm 2 autogola që bëri ekipi tjetër. Tani, mund ta fitojë titullin një ekip në këtë lloj mënyre? Patjetër. Dhe argumenti i parë, çfarë thot populli? Që thot populli? Fati është më të mirë, thotë. Në Angli, golashnuesi më mirë është Haalandi me 17 gola. Çfarë rëndësie ka golashnuesi? Dhe golashnuesi më mirë të Arsenali, disa gola ka. Po çfarë ka? 4 gola. Po kur do të bëj gola, do pret nga autogola gjithë jetën. Si e mori Spanja Europianin, miku im? Europiani është pa golashnues fare. Europiani ka 10 ndeshje total. Europiani ka 10 ndeshje, këta kanë 36. Jo, e ke gabim. Nuk e kam gabim fare. Kush do bëj golat më? Po edhe Reali kishte golashnues më të mirë vjet Mbappé, se mori titullin, e morët ju. Po dakord, pra, nuk kanë golashnues, këta kanë lojtar të tjerë. Po me 4 gola një lojtar? Po prit duro, pastaj ç'ki akoma s'ke bërë gjysmën e sezonit. Gyökeres mos harro që u blen me bujë të madhe. Deri ku do të ecë? Deri në fund kampionatit. Më beso, në fund Arsenalin nuk e ke top kaçe fare. Nuk e ke top kaçe fare. Jam i gatshëm të bas me ti për këtë çfarë. Ç'a dush? Me Fanell. Ç'a dush? Fanell se do të laj akun. Fanell e Barcelonës ti. Ja, po ti se vesh Fanellën. Jo, ta kam këtu, se vesh Fanellën siç duhet. Po do foto që shpërndan ti. Foto që shpërndan ti. Mezi e ka pa pen, mezi duket Fanella. Jo. Ma ve bas. Vendos basi ç'a dush. Ha mos valen dorën këtu. Po ja dhe lart mos ta arrit dot. Po basa dush, po nëse Arsenali del top 4-she? Mendoje. Nuk ka comeback. Nëse del top 4-she miku im, ç'a do bësh? Urime më do shkojnë ato që mësin të marrin lekët. Jo, unë vesh Fanellën ti urime ti. Ora do shkojnë ato të marrin lekët në Ligën e Kampionëve. Jo, dakor do i bish peshmanit shumë. Po e pe në Angli patëm edhe për herë të parë këtë vit titullar Armando Broja 90 minuta, nga fillim deri në fund. Un po marr vlerësime dhe Broja, siç po ta them unë, e thon gjithë që po e marrin qafë që po e lën Angli. Llafet janë që ai nuk do të luaj vet. Llafet janë që nuk do të luaj vet, nuk e dim. Po llafet është babai vetë insiston që ai të luajë në Angli. Jo, nuk e. Që është edhe menaxheri vet. Po nuk. Dhe shumica e njerëzve po lu babai, po lu Broja. Thonë që Jati po e merr qaf. Jo, sepse e mban në Angli. Ka patur oferta nga Italia dhe nuk donte të vazhdonte në Angli. Po pra se e frini Jati thonë në vesh. Që do të luash në Angli. Broja është lojtar i një niveli Premier League. Pa çka thotë tua dhe u tërroq mbrapa nga dëmtimi që pati. Po flet për Brojën para dëmtimit apo mas dëmtimit? Po Brojën që kemi njohur ne më. Para dëmtimit. Po. Para dëmtimit. Po mas dëmtimit. Po jetën e vet pati edhe një dëmtim të rënd në karrierën e tij. Okej, tani ndryshon punë. Mas dëmtimit? Po prit ta marrë mendimin në punë. Ndryshon puna, dëmtohet ky lojtar. Edhe prap do të kapi ritmin atë kampionat që është më i fortë. Italia nuk është aq teknike sa Premier Liga. Ndoshta i përshtatet më mirë te loja e fortë që kanë ata, te teknika. Italia ka forcë fizike, Broja e ka, po ndoshta ai do të dalë te teknika vet. Ke Zhegrova te Juve apo vull Zhegrova te Juve? A është lojtar që thonë ky nuk janë për kampionatin italian. Para se të nisën regjistrimet the që Zhegrova te Juve është hero. Ora u thash është hero, por fakti që luan vetëm 10 minuta dhe bën spektakël tregon që është një tjetër lloj lojtari. Shiko, e shtrove shumë bukur. Se Broja duhet mori formën. Po. Si do e mori formën Broja te Burnley? Që luti për herë të parë titullar deri në 90 minuta. Nuk është lajm i mirë për Shqipërinë që Broja luan 90 minuta. Për Shqipërinë po. Tani Broja që do kthehet në ritmin e vet, do kthehet në këtë lloj mënyre, duke luajtur 90 minuta, duke bërë një gol, duke luajtur një ndeshje më të mirë. Varet. Po kështu pa hapa sa do vi. Shqipëria ka bërë mirë edhe me Brojën që kishte minuta. Ora ne kemi lojtarë të cilët do xhevair për ne dhe duhet ta pranojmë. Pra pa patur atë lojtar, shumë gjëra janë ndryshe, ti e di shumë mirë që te Shqipëria çaloi diçka këtë vit që është reparti avancuar. Me Brojën janë ndryshe gjërat. E di shumë mirë. Broja luti në repart avancuar. Po dakord, por nuk është formën e vet, nuk është në formën e vet. Tani për të marrë formën nuk duhet të rinë Angli, se shkoi vjet e Fulhami në Uazim nuk e futi. Po mirë, tani Burnley. Te Burnley këtë vit po bën gjë. Ky ekip që ka kampionat më të lehtë. Ka Brojën transferimin e dytë më shtrenjtë në historinë e klubit vet 200 vjeçare. A janë budallëj që kanë marrë thua? A ka bërë në gabim që kanë marrë? Në historinë e futbollit më shumë janë tregu budallëjt me blerët që kanë bërë sa i kanë tregu. Po nuk janë ekipi i nivelit të Real Barcelona që hedhin lekët kot. Ai investon në lojtar që është që bën mirë. Burnley nuk duhet të çojë sekond Brojën. Logjika e Brojës është ose të provonte Serie A, që është kampionat që i bie më i lehtë fizikisht se Anglia, ose një teori ishte edhe një rikthim ndoshta për një periudhë 6 mujore në Holand. Pse? Që ky lojtari, se Broja nuk e ka dëmtimin më të madh fizikisht. Broja dëmtimin më të madh e ka psikologjikisht. Broja me çfarë kanë folur unë, ku grumbullohet me Shqipërinë këtu, është i veçuar, i veçuar ai djalë. Nuk është se është allegro. Pra është i stresuar, është i mërzitur. Kupton? Dhe këtë gjë ta reflektohet edhe me sfidën me Andorrën. Tu mërzit apo jo? Po pra, dhe aty ti duhet lirohet një këtu. Për këtë arsye, menaxheri i Jati etj, të mos insistojë kaq shumë
që ky të luajë në Angli ora shevdiqa. Le të provojë një kampionat disi më të lehtë, le të bëjë një 20 gola aty dhe le të thet prapë pastaj në Premier League me aspektin më të mirë psikologjik dhe aspektin më të mirë fizik. Kemi një temë tjetër, kalojmë pak te kampionati spanjoll, aty ku Barcelona po dominon dhe Reali po zhidhet gjithmonë më tepër, por ka këto fitore të vogla kështu her pas here. Rafinha miku im, Rafinha, rikthimi atij që e bëri Barcelonën të rilind bashkë me Pedrin. Që unë thoja, kur thoja dhe El Clasico që Barcelona nuk ka Pedri, nuk ka Rafinhën, thoja në sëvikime, po tani që i ka dhe vetëm po fiton, ç'a do më thush? Ç'a do më thush? Duroni më dha, s'ka marrë kampionati. Po përdor fjalë që përdor ja unë El Clasico, po përdor fjalë fjalë. Tani dua vetëm të dëgjoj. Tani dua vetëm të dëgjoj, ha. Do të dëgjosh. Po. Për El Clasico po thoja morëm hakun e vjetshëm. Aha. Unë stash djemi morëm titullin kampion. Morëm hakun e 4 herëve me një herë. Dhe 2 kupa që u morëm ne, me 1. Po duroni më dha, sezoni është i gjatë me kujim. Ne ju rrafëm në Klasiko. Ta po thoja unë të El Clasico dhe ti. Pse bën debat e veshe fanellën? Dhe ti. E veshe fanellën? Po çama kthe personale. Jo, vazhdo, këtu ku jemi. A e veshe fanellën? Ti bashkë me Madreleni tjetër që ishte studio me Gazin që e përshëndesim se nuk na ndodhet këtu, po më thonit e fitum kampionatin 10 pikë para, mbylla tani kampionatin, ka mbaruar mos luni kodin në fund, por ç'a ndodh? Nga ajo ditë që ishit 5 pikë përpara, ja ku jemi 6 javë më vonë ku jeni 4 pikë mbrapa dhe keq më keq do bëhet për ju. Ditë më tepër do vi për ju. Bazuar ku? Bazuar në formën që ka Barcelona dhe bazuar në formën tuaj, keni lënë pikë me Elche, Rayo Vallecano, Girona, Celta Vigo dhe humbje me City dhe Liverpoolin në Champions League. Që nga ajo datë deri tani, imagjino ka kaluar vetëm 2 muaj. Edhe? Të duket ku është problemi? Sa pikë kemi diferencë? 4 pikë. 4 pikë. Po. Në rast se u rafin ndeshje direkt është thjesht 1 pikë diferencë. Nëse Halla do t'i kishte, nuk do ishte Hall. Po dhe ju për nëse Halla do kishte jeni. Po dhe ju s'dihet se jeni akoma në vend parë 4 pikë. Ora patjetër o zotëri. Javë 17 ka dhe janë 18 javë tjera. Ti bie kundërshtim me veten, siç bie çdo tifoz i Realit me ato që thot. Kur unë thoj që po na mungon gjysma e ekipit, më thoj këto në sëvikime. Jo. Tani kur jeni në situatën ndodhe Barcelona që mungon shumë lojtar. Je gabim. Tani kur ndodhesh në një situatë që ndodhesha unë atko, ti thua, prisë na mungon shumë lojtar. Je gabim. A nuk the? Je gabim, sepse të kemi thënë që siç jeni ju sot, kemi thënë në live bashkë me Gazin, kemi qenë ne vjet. Ora tani aktuale. Ne po thoshim këtë gjë, që siç ishni ju tani dhe ne kemi qenë vjet mungesat, por ne nuk justifikuam thoshin që kemi mungesa, thoshim ne pranuam humbjen. Këtë gjë kërkuam dhe nga ty, që pranon humbjen pa mungesat. Ora tani situata aktuale që ti më fiton me Alaveshin, këtë më thuaj. Po pra. Po mirë, çdo skuadër kalon krizë. Po ç'është kjo krizë që 7 ndeshje që më fitonë. Ku fiton me Alaveshin 2-1. Ç'a do më? Po mburresh? Po sigurisht. Po mburresh me këtë. 3 pikë është 3 pikë valla. Dhe Reali s'ka mbrojtje. Dhe miq, më kujtua tani. Çfarë është karma në jetë? Karma kur të kthehen gjërat mbrapsht. Ishit ju vjet që thonit kur ishte forma keqe me Xavin që thonit Xavi qëndro të gjithë aty. Tani që është edhe Xavi Alonso keq, që thohet kam no qëndro, tani irritoheni, wow, për çfarë bën këtë? Ndërkohë e bët po ju para. Kush irritohet? Jo, më burr. Më beso vlla në xhef fare çfarë bën tifozëria juaj. Ata tregojnë me video që Bernabeu burtistë gjithë Xavi qëndro. Formën e keqe. Çfarë thotë tifozëria juaj për Alonso? A ka ndodhur? Për Xavin? Po shumë mirë. Po pra tani që kthehet ju vjen hidhur. Pse? Kujt i vjen hidhur? Kur ndodhi pra Camp Nou që thirrri Xavi qëndro. Ore kujt i hedhi hidhur nga ne që gjithë adrenave ka pasur sta fundit, ka pasur nuk e fare, siç ata Juli herën e kaluar, asi nuk e ashtu fare. Pse na shqetësone? Ja ma fliksin ndërkohë, thot muhabeti dhe ikën. Te Barcelona po qëndron, ndërkohë Barcelona në vitin 2025 ka shënuar 242 gola në 84 ndeshje miq. Bie mesatare gati 3 gola për ndeshje. Mos ta dili para. Mos ta dili para me Pedri me Rafinha. Mos dili para, vetëm nëse jeni Interi që ishni nga Champions League, ju dilini para. Jo që Interi nga Champions League. Ato Interi që i bëri Paris spektakël. Po e ka bërë. Ne shijum humbjen tuaj. Po çfarë rëndësie ka? Por ku ishte ti me ekipin tënd? Çfarë rëndësie ka? Kur nuk ke ato të tua të mburrësh me ato të komshiu tani një vjetër. Kush, unë kam për të mburr. Unë se tifoz i Reali kam për të mburr në çdo vetëm Copa del Rey në më mirë. Ora aktuale. Po si aktuale? Çfarë aktuale? Copa del Rey që ka fituar në vitin 1943. 4 pikë para vlla, se po fluturoni, 4 pikë jeni para. Ka mbaru kampionati. Ka mbaru. Kampionati ka mbaru. Kampionati. Shumë bukur. Ama bëhet marrin kreun. Ta kthej unë. Do ta vendosësh plek këto që sa po bëre. Rafinha tha, unë nuk largohem këtë vit pa fituar Champions League. Kështu që unë nuk kam pretendim në kampionat, nuk kam pretendim në kampionat. Patjetër e tha. Stop. Po. A e tha Leo Messi në Camp Nou, do rikthehet trofeu këtu tha? Po.
Riktheu që Messi. Po e ka më në hap një barku me premtimet tuaja o zotri. O zotri, a ta Messi. Të bot nuk ka drejt flasin për ata lojtarë. Sa i të ka bërë manual futbollit nga fillimi deri tani. Që shën kampionatin amerikan vetëm prej atij. Ti t'jesh me fat kur të shkosh në shtëpia, më dëgjoj, kam një ritual. Shko te shtëpia, merr një qeri, ulun dizë dhe lutu 3 herë dhe falenderit që kam pas sy për ta pa magjinë e atij. Boje këtë se duhet në jetë. O vlla të gënjeu publikisht. Tha Champions i kthehet në Camp Nou. Maksimumi që u kthesht ai vet. Ore, gënjeu. Bëri drama. Prit. Lojtari 30 gati 40 vjeç. Prit. Sa i ka thënë që mund të kthej prapë Camp Nou, kështu që premtimi mund të vijojë. Dhe që ta dish ti se Laporta tha nuk e marrim. Laporta tha nuk e marrim. Shiko pak, më shko me vëmendje. Hajer. Op. Doli trofeu tjetër. Mbani premtimin e botrorit që lojtari jot nuk e ka. Botrori që dha Katari vet. Mos i kthej prapë ti muhabeti. E pra botrori që dha Katari vet. Toka nuk është bullakët. Toka është shesht, dhe Mesin e sollën fiset i lire dhe ai u shndrua në njeri. Po ja të burr me këtë teori më sa fut kot. Qa thua bu? Jo, ja dha Katari, ja dha sponsor, ja dha. E meritoi top në art këtë vit, por nuk ja dha se i bën hile. Kampionati italian ndoshta na bashkon pak më shumë. Edhe kemi aty Milanin që ja bër një gaf. Mund të thënë gaf. Pse? Deri pikë në shtëpi. Ja, çka kur nisën nesha u tha Sassuolo e bë X2. Fakti është ma se të da për Milanin. Historikisht kanë marrë pikë mirën ata. Historikisht kanë probleme, kështu që pastaj Milani, siç e tha dhe Allegri mas neshjes, ne jemi për top kaç, tha, nuk kemi për kampion, tha. Milani japi rrugën Interit. Është qartë që Allegri do bëj deklarata që largon personin nga ekipi. Se nuk do thotë që jemi për kampion. Tash po çan këto më burr. Po mos flasin fare pra, deklarata që largon person nga ekipi. Po jo pra tani, thotë je për top kaçi që ndron brenda objektiveve. Top kaçi e ke edhe vendin e parë, ke edhe vendin e katërt. Po thotë jemi për kampion, lojtarët kanë një lloj presioni, tifozët fillojnë kërkojnë më shumë nga ekipi. Tani ai është një trajner që ka 20 vite eksperiencë. Nuk do dalë thotë unë kërkoj kampionatin me Milanin, që lojtari më të mirë ka Luka Modric. Ka një Rabiot që e njeh shumë mirë Serie A? E ka. Dakor, çka kërkon më shumë? Ka një majt me një në port? Ja ku e ka gjithë elementet, ka një Max Allegri stol që e njeh kampionatin pothuajse më mirë nga çdo kusht tjetër. Po, pse nuk çeka Milani për kampion? Se nuk ka këllë që ta thotë që është për kampion, po duhet të jetë për kampion. Krahasohet tani këtë që the me ekipet e tjera në Itali. Me Interin që sapo mori Kivun që po merr për herë parë një ekip kaq më. Inter me Lautaro që ka 7 sezone që bën mirë. Vlla trajneri po merr për herë të parë një ekip të madh. Edhe? Si edhe? Është legjenda e ekipit. Nuk i besohet. Ai njeh ambientin siç e njeh ky italian, e njeh ai si lojtar. Por ama e një ambientin Inter e një maksimum ai ka fituar Champions League me Inter. Ambientin e njëftë edhe Vangjel Milek e Tirana, po hoqëm as dia. Po tani tip ka kampionatin shqiptar me italian. Le të ambientin, nëse trajneri nuk është trajner me eksperiencë, nuk e njeh skuadrën e modë, si menaxhohet, është e çuditshme tani kampion. Mund të ndodhi, por është shumë e vështirë. Pra Interi ka një kivu. Kushtohet vendin e parë aktualisht. Interi i modh. Po duhet ishte Milani pra. Ishte në vend parë, vera. Duhet t'ishte, por ja që është një ekip tjetër që ti nuk e pranon dot që është. Por ky të ka treguar trajneri i ri ka treguar. Unë me Interin në 3. Kur je me Interin? Unë me Inter Itali. Ku ngeli Reali më? Në Itali. Në Itali. Italia. Apo e peq nuk shkon mirë në Spanjë dhe ndryshova. Spanjë Realin se ndroi, po mos më hik nga Italia. Ndrodhe Berberi dhe e ke ndrodhe Berberi. Te Italia. Mrik Italia zot. Te Italia do të rri. Milani ka lënë pikë me ekipet që vinë nga Serie B. Ka lënë 7 pikë me këto ekipe. Dhe ndërkohë fiton me Napoli, fiton me Juven, fiton me Interin, por le pikë me ato që vinë nga Serie B. Me Interin, e myti Interi e burr fiton me Interin, e mori kot nesër. Tani para 10 minutave the që rëndësi kanë 3 pikë. Tani thua myti Interin, por fitoi Milani. Po dua të them që edhe pse është një skuadër që ka këto karakteristika, pra ka lojtar të mirë, ka lojtar që luajnë thjesht një herë në javë, ka një trajner shumë mirë, nuk po bën çfarë duhet bënte, unë këtu po dal. Unë dua të them që Milani nëse nuk merr titullin kampion, më shumë nga çka kapacitetin e vet. Jo, më shumë. Milani pas mori titullin kampion është dështim. E pretendonte Milani që filloi ndeshjen e parë mundi Cremonese në shtëpi. E pretendonte Milani që ishte vendin e parë deri para një javë. Po sigurisht, pse vend parë më ishte. Po nuk e pretendonte më njëri. Pyeti tifozët, a ka menduar njëri fillim kampionatit që Milani do ishte kaq mirë, do thonë gjithë jo. Nkuku ka bërë një gole pra. Çorcika. Po Çorcika po është lojtar për të bërë gol. Gjen gola. Nkuku ka treguar që di bëj gola valla. Është puna trajnerit apo çfarë? Ku ka treguar më PlayStation? Ora fushkoi ka bërë gol. Në Gjermani. Ora the Milani. Po mirë te Milani duroi se sa erdhi. Po iku java 17 e kampionatit. Iku gjithë kampionatin. Iku gjithë kampionatin. Po vini tash këto. Kur do ta bëj golin ky? O vlla, Milani ti thu tani, çfarë japi Milani? Ronaldo dhe Messi sulm të mbytë menç. Mua më duket Lautaro Thuram duket më mirë.
Më mirë janë, por Milani ka lukset luajnë njërë njafë, Lautaro dhe Turami lodhen edhe në Champions, dhe për këtë Milani duhet mori më shumë rezultate. Po pra, Milani fillimisht Milani ka gabim që luan njërë njafë, se ai ekip nuk është vetëm për kampionatin italian, dhe duhet të ishte në Champions me detyrim. Dhe tani fakti që nuk janë dështim është mos mashin si gjë të mirë mu. Dështim nga sezoni i vjetshëm. Po dhe këtë vite pra. Po që e ruan nga sezoni i vjetshëm, tani këtë vit e ka avantazh që luan kaq pak krahasim me tjerat. Dhe ka lojtarë më të freskët dhe presupozohet të fitojnë kampionat. Çfarë moshe Zarin? Ha pra, unë këtë po të them. Ti më thumu Turami, dakor Turami me lojtarët janë shumë të mirë. Po dhe Milani ka aty. Pulisic, koha ka treguar që dhe ata që luajnë njërë javë e humbi kampionatin dhe dështojnë edhe më keq. Koha ka treguar çdo çmenduri të mundshme Po çfarë do pra që ma përmend si avantazh dhe kampion e Europe, nga Leverkusen që fitoi Bundesliga pa humbur. Po çfarë përmend si avantazh? Po do të përmendi pas se ka treguar çdo gjë koha, çdo gjë bëhet, çdo gjë ndodh. Avantazhin e ka Milani. Po mirë tu bëhet, se më lutën merr tifozët e Milanit, se fitojnë lolla nesër hudhi storin Amirto, pastaj kur humbin i bien hurt. Gjajnë pak me tifozët e Realit, Ti kisha anash që tifozët të Realit. Ana shvi dhe kthej prap këtu ku jam se rrotullame është këta. Shkon gjua ke Reali prapë se fiksu me Nemolla, ç'ti bëj unë? Shkon gjua vet. Ore vetëm the kush deliroi Milani ti thu. Kush deliroi? Më duket se deliroi këta të Realit për mendimin tim me çka kanë pa. Ti mendon për ata, okay. Po më delirancë ju më delirancë ju Barcelonës. Më dole live se De Jongu dhe Pedri më mirë se Bellingham. Edhe çfarë tregoi koha? Rike Italia. Çfarë tregoi koha më? U kthy Pedri 5 ndeshje 5 fitore nga Barcelona. Ta lidh të dyja repartet më mirë nga çdo lojtar tjetër në botë. Dhe këtë nuk më thua dot ti. Po ikse nuk do futem më prapë aty. O do kalim te rubrika tjetër, se nuk jam gati të